nëse flasëm për një shtet demokratik dhe që mi pa pasoja, do thotë si nëse është efektet pozitive dhe negative, çdo është që të takohet me ekspert, do thotë si tek pjesa energjisë elektrike, si tek pjesa ekonomisë, si tek pjesa anës jurisdiksionit, që ku mundem ne të bëjmë diçka si Kosovë që të lehtësohet bërit biznes, të lehtësohet jeta e qytetarit dhe si tërësi të dalim si Kosovë së më konkuros në nivel të tregut rajonal, por këtij njeriu nuk i intereson fare, do thotë, të bërit ekonomi dhe në bazë të asaj se si po sillet, këtij njeriu i pengon çdo gjë çka është bërë në Kosovë më herët, si të bërit ekonomi, si zhvillimet politike, si pavarësimi, si të gjitha këtij intereson dhe ky siç po shihet, ky po e vuan që nuk ka marrë pjesë në një luftë çlirimtare, nuk po vuan që nuk ka mund ta ngri, do thotë një flamur të pavarësisë, është ardhur me atë parullën e rreshme për bashkim kombëtar, por sot e kemi si asnjëherë më parë për çan kombin shqiptar dhe deri me tani ky jo me bashkim kombëtar, por ky nuk mund ta bashkon asnjë mahall si sot populli.